Përshëndetje, në këtë video do të tregojmë 2 histori të bukura nga jeta. Ju ftojmë të na ndiqni. Le të fillojmë pa humbur kohë. Historia e parë quhet Budallai I fshatit. Shumë vite më parë, në një fshat të vogël në provincën e Materas, banorët kishin një zakon të përditshëm për t'u argëtuar. Në këtë fshat jetonte një njeri I thjesht, I njohur nga të gjithë si Budallai I fshatit. Ai jetonte duke bërë punë të rastësishme, duke lypur për të mbijetuar. Megjithatë, ai ishte gjithmonë I sjellshëm, I qetë, pavarësisht talljeve të vazhdueshme që merrte nga të tjerët. Çdo ditë, disa njerëz të pasur të fshatit, kur e takonin atë në barin e vogël të qendrës, kishin gjetur një mënyrë për t'u argëtuar me të në kurriz të tij. Ato I afronin atij 2 monedha nga 100 lira dhe një kartë monedhë prej 500 lirash, duke I dhënë mundësinë të zgjidhte mes tyre. Pa hezituar, burri gjithmonë merrte 2 monedhat duke lënë kartë monedhën e vetme mbi tavolinë. Sa herë që ndodhte kjo, turma qeshte me të, duke I quajtur budalla dhe duke u argëtuar me zgjedhjen e tij të marrë. Ata mendonin se ai nuk kishte fare kuptim të vlerës së parave dhe çdo ditë përsërisnin lojën të sigurt se ai do të ndryshonte zgjedhjen e tij. Një ditë, një kalimtar I huaj kishte ardhur në fshat për të vizituar të afërmit e tij. Kur pa këtë skenë, u ndje keq për burrin e tallur. Ai e thirrri më njanë dhe I foli me zë të butë. "Më fal, por a e kupton që ato 2 monedhat së bashku janë vetëm 200 lira, ndërsa kartë monedha e vetme vlen 500 lira?" Burri buzëqeshi me mençuri dhe I tha: "Natyrisht që e di zotëri, nuk jam aq budalla sa ata mendojnë, por nëse një ditë unë zgjedh kartë monedhën, loja do të marrë fund dhe ato nuk do të më japin më para. Kështu, duke humbur çdo ditë, unë në fakt fitoj 200 lira për ditë. Nëse do të kisha marrë kartë monedhën e vetme herën e parë, ata nuk do të më jepnin më asgjë dhe do të kishin gjetur dikë tjetër për të qeshur, por unë kështu fitoj çdo ditë 200 lira. Ta janë ata që sillen si budallë, jo unë." I huaj mbeti I habitur nga mençuria e thjeshtë e burrit dhe e kuptoi se ndonjëherë ato që duken pa mend janë më të zgjuar nga të gjithë. Ai e përshëndeti burrin me respekt dhe u largua me një buzëqeshje, ndërsa turma vazhdonte të qeshte pa e kuptuar se ishin ata që po tallnin veten e tyre. Historia e vajzës që besonte në ëndrat e saj. Në një qytet të vogël bregdetar, një vajzë e quajtur Elena ndiqte pasionin e saj për artin. Asaj I pëlqente të pikturonte. Ishte një vajzë e thjeshtë, por me ëndra të mëdha dhe plot pasion për art. Që kur ishte e vogël, ajo pikturonte në çdo copë letër apo në rrugë dhe kështu mendoronte që një ditë të bëhej një artiste e madhe. Familja e saj ishte tepër e varfër. Nëna e saj nuk mund ta përballonte shkollimin e saj në një akademi arti. Ndonse ropate duke pastruar rrugët të qytetit me orë të zgjatura, ajo mundohej t'i plotësonte vajzës dëshirat minimale. Megjithatë, ajo e inkurajonte Elenën që të vazhdonte pikturimin. Një ditë, teksa po vizatonte buzë detit, një grua e moshuar e veshur në mënyrë luksoze kalon pranë saj dhe mahnitet nga talenti I vajzës. "Këto janë të jashtëzakonshme," I tha gruaja. "A ke menduar ndonjëherë të ekspozosh punimet e tua?" Është ëndra ime, por nuk kam para për të bler bojra. E lërë për të organizuar një ekspozitë, tha ajo. Gruaja e moshuar e shikoi me sy të butë dhe I dha një kartë vizitë. "Nëse ke mundësi, eja më tako në këtë adresë nesër. Dua të të ndihmoj." Elena mezi priti të kthihej nesërmje. U vesh dhe shkoi në adresën e dhënë nga zonja. Ajo u habit kur pa se ndodhej para galerisë së artit më të famshme në vend. Gruaja në të vërtetë kishte qenë pronarja e saj.
Ajo i dha Elenës mundësinë për të shfaqur punimet e saj në një ekspozitë të vogël brenda galerisë. Në natën e hapjes, njerëzit u manitën nga talenti i saj. Një koleksionis arti bleu një nga pikturat e saj me një shumë marramendse. Kështu Elena pati shansin për të ndjekur ëndrrën e saj. Nga ajo natë, jeta e Elenës ndryshoi përgjithmonë. Ajo vazhdoi të pikturonte, të studionte dhe të punonte fort, duke dëshmuar se ëndrat mund të bëhen realitet për sa kohë që nuk ndalojmë së besuari në to. Ndonjëherë ndihma vjen nga vendet më të papritura, por duhet të jemi të gatshëm ta pranojmë dhe të vazhdojmë të ndjekim ëndrat tona pa u dorëzuar kurrë. Të nderuar miq, këto ishin 2 histori të vërteta nga jeta. Nëse ju ka pëlqyer ndonjëra, na shkruani komentin tuaj. Ju lutem na bëni like, share dhe subscribe në kanalin ton për video të tjera më të bukura. Faleminderit për kohën tuaj.